Shtetërethim në New York, kryebashkiaku shpall gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të stuhisë së borës. Kryebashkiaku i New Yorkut njoftoi një ndalim të përkohshëm të lëvizjes në megapolitin prej 8 milion banorësh, i cili pritet të goditet nga një stuhi e fortë. Ne po shpallim gjendjen e jashtëzakonshme dhe ndalojmë qarkullimin nga ora 21 deri në mesditën e sënës me orën lokale, njoftoi kryebashkiaku në një konferencë për shtyp. Ai sqaroi se rrugët, autostradat dhe urat e qytetit do të mbyllen për trafikun, por do të lejohen disa lëvizje urgjente dhe të nevojshme. Qyteti nuk ka përjetuar më të keq të kësaj përmase për 10 vjet, paralajmëroi Mamdani, duke u bërë thirrje banorëve të shmangin udhëtimet e panevojshme. Për shkak të ngjarjeve ekstreme të motit që priten me rreshje dëbore dhe erë të forta, të gjitha rrugët do të mbyllen dhe do të ndalohet qarkullimi për të gjitha makinat, kamionët, motocikletat dhe biçikletat elektrike, sqaroi ai. Bora pritet ari 45-60 cm, ndoshta edhe mund të kalojë 70 në disa zona.